Ka thënë ma kana ashabu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun illa as-salah. Domethënë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kanë llogaritur në një vepër që lënia e saj të jetë kufër përveç namazit. Domethënë edhe ky kur flet në emër të sahabëve, domethënë është njëri për t'ia marrë fjalën. Edhe kështu kanë thënë një grup i dietarëve, si e shohim edhe këtu Imam Ahmedi te Usulus Sunne thot, pra kush e lë namazin men taraka as-salata faqad kafar. Domethënë kush e lë namazin ai ka bërë kufër. Dhe kjo është tekstualisht hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Domethënë dallimi mes nesh dhe atyre, ose ka mushrikëve ose kufarëve, është namazi. Dhe kush e lë namazin ka bërë kufër. Edhe ka thënë bejnë ar-rajuli wa bejnë al-kufri wash-shirki tarku as-salah. Domethënë mes njerijut dhe kufrit. Domethënë pra flasim për kufirin. Ku është ndërmjet njeriut dhe kufrit dhe shirkut, është lënia e namazit. Dhe kush e lë namazin ai ka bërë kufër. Dhe kështu, domethënë në disa argumente, po ashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fi ad-din. Domethënë nëse ata pendohen, e falin namazin dhe japin zakatin, atëherë janë vëllezërit tuaj në fe. Që domethënë se pa i plotësuar këto kushte nuk janë vëllezër në fe, nuk janë musliman, pra pa e fal namazin. Po ashtu ka thënë fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa khallu sabilahum. Domethënë nëse pendohen, e falin namazin, e japin zakatin, atëherë lirojini. Domethënë atëherë bëhen musliman.